Arsenali tër armësh, municione, pajisje e uniforma ushtarake policore serbe u shpalësën në qendrën e njësive speciale Enver Zymeri në Mitrovic. Ky armatim u gjatë disa javëve të një operacioni hetues, sidomos në komunën e Zubin Potokut. Ministri Punëve të Brendshme në detyrë, Xhelal Sveçla, dhe komandanti Policisë së Republikës Gazmend Hoxha treguan se armatimi u gjet në 12 lokacione, përfshir ato afër Kalludrës së Vogël dhe Jabukës, ku tashmë është konfirmuar se u gjetën varreza masive me mbetjet mortore të 23 personave. Sekuestrimi i këtij armatimi si dhe zbulimi i 3 varrezave masive ka ardhur si rezultat i një hetimi intenziv të institucioneve tona, të cilave u ka paraprir shtrirja e sovranitetit të shtetit edhe në veriun e vendit tonë. Janë realizuar kontrole në gjithsej 48 lokacione, ku janë gjetur sasi të konsiderueshme të armëve, municioneve, si dhe mjete tjera dyshuara të kundërligjshme. Shefi i policisë, sikur dhe ministri i Brendshëm, konfirmuan se armatimi i kapur i shfaqur mund të ketë lidhje me vrasjet masive në zonën e Zubin Potokut nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gjitha dyshimet sipas institucioneve ligjzbatuese duhet të verifikohen në laboratorët special në vend, por edhe jashtë shtetit po që nevoja. Mbi dyshimet se ishin pjesë e krimeve të luftës ndaj popullatës civile në zonën e Zubin Potokut, nga 28 korriku, autoritetet kosovare kanë arrestuar 3 persona. Nga Mitrovica u bë thirrje e fortë për bashkësinë ndërkombëtare, t'i bëj presion Beogradit për t'i hapur arkivat e ushtrisë së policisë, që do të zbardhte fatin e më shumë se 1500 personave që janë në listën e të pagjeturve të zhdukur në luftë. Është shqetësuese tja e shtetit të Serbisë dhe dorës së saj të zgjatur në Kosovë, listës serbe, për këto zhvillime, pra për varrezën masive dhe armët e konfiskuara. U konfirmua që policia e shtetit mori dosje nga Euleksi për 23 persona të zhdukur në aprill të vitit 1999, të njohur si grupi intelektualëve të Mitrovicës. Nga viti 1999 deri në vitin 2018 janë realizuar gjithsejt 17 gërmime në zonë. Por çka din institucionet për personin me emrin Ranko Tepavac, që para disa jave Serbia arrestoi për spionazh dhe i cili më 2003 kishte dhënë dëshmi për varreza masive në Zubin Potok. Nuk besoj se do të ishte e udhës të komentojmë rolin e tij në çfarëdo kapaciteti në zbulimin e këtyre varrezave masive. Prandaj besoj se duhet i lihet kohës që edhe disa informata të cilat patjetër Policia e Kosovës, po edhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë i ka në dispozicion, të pastaj të bëhen publike. Bazuar në informacionet që unë kam pranuar nga drejtorët e Policisë Kosovës, çështjen e fjalë apo personin e fjalë, nuk ka asnjë lidhje me rastin e hetimit që ne kemi zhvilluar dhe duke zhvilluar në pjesën e Zubin Potokut. Gërmimet në 2 lokacione në Kalludër dhe një në Jabuk prej 28 korrikut, e ku zbuluan mbetjet mortore të 23 personave, janë bërë nga Instituti Mjekësisë Ligjore, mbështetur nga Euleksi.